Protestat në Serbi vazhdojnë edhe pas njoftimit të presidentit Aleksandar Vučić se do të jap dorëheqjen duke hapur rrugën për zgjedhjet e parakohshme presidenciale dhe parlamentare. Mijëra qytetar u mblodhën këtë të diel në sheshin qendror të Kraljevës, duke treguar se pakënaqësia ndaj pushtetit nuk është zbutur. Edhe pse shumë prej protestuesve konsiderojnë dorëheqjen një fitore të lëvizjes qytetare, ata shprehen skeptik se Vučić do të largohet realisht nga pushteti. Sipas tyre, ai mund të kërkojë një rol tjetër politik, duke ruajtur ndikimin mbi institucionet e vendit. Një prej protestuesve tha se prej kohësh nuk i kushton më rëndësi deklaratave të Vučićit, duke i cilësuar ato si përpjekje për të tërhequr vëmendjen. Një tjetër protestuese u shpreh se largimi i presidentit nuk mjafton nëse nuk ndryshon e gjithë klasa politike, që sipas saj ka dominuar Serbinë për më shumë se 3 dekada. Edhe analistët ndajnë të njëjtin vlerësim. Ata paralajmërojnë se Vučić mund të kandidojë për postin e kryeministrit, ndërsa në presidencë të vendosë një aleat të tij, duke vazhduar kështu të ushtrojë ndikim mbi qeverisjen. Aleksandar Vučić ka qenë në pushtet për 12 vjet, fillimisht si kryeministër dhe më pas si president. Protestat masive nisën pas shembjes së një strehe betoni në stacionin hekurudhor të Novi Sadit në fund të vitit 2024, aksident që shkaktoi vdekjen e 16 personave. Tragjedia u kthye në simbol të pakënaqësisë ndaj korrupsionit dhe keq menaxhimit të institucioneve shtetërore, akuza që Vučić i ka mohuar vazhdimisht. Në Kraljev, pavarësisht temperaturave të larta, mijëra qytetarë marshuan në mënyrë paqësore, duke valvitur flamujt serb dhe pankarta me mbishkrimin "Studentët po fitojnë". Protestat konsiderohen si më të mëdhat në Serbi, që prej rrëzimit të regjimit të Slobodan Miloševićit në vitin 2000, dhe pritet të vazhdojnë edhe në ditët në vijim.